Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin me inicialet AV 37 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike të vazhdueshme ndaj nënës së tij. Po ashtu, shpallën në kërkim shtetasit me inicialet SHK 40 vjeç dhe AK 41 vjeç, të dy banues në fshatin Gryemir, pasi dyshohet se më datë 8 nëntor 2025 në fshatin Likaj, për motive të dobta kanë qelluar marrëzjarri në drejtim të banesës së shtetasit me inicialet QL 48 vjeç, vion puna për kapjen e tyre. U referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale AH 55 vjeç banues në Shkodër, pasi u konstatua se kishte bërë një rrethim me rrjet teli, të cilën e kishte mbushur me inerte dhe e kishte përshtatur si parking. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin me inicialet EM 36 vjeç banues në Shirok, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. U referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale PA 30 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale AH 40 vjeçe banuese në Shkodër, pasi ditën e djeshme duke drejtuar automjetin, dyshohet se për shkak të një manovre të gabuar, ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin EL 19 vjeç, i cili ndodhet në spitalin rajonal në Shkodër jashtë rrezikut për jetën. Po në vijim të veprimeve, u procedua penalisht edhe drejtuesi i motomjetit, shtetasi me iniciale EL, pasi po drejtonte motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, rreth orës 8:15 në hyrje të qytetit të Fusharësit, në rrugë është gjetur një trup i pa jetë i shtetasit me iniciale PM 65 vjeç. Nga kçyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhuna apo dëmtime të tjera. Grupi hetimor vion punën për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti.